Kofshët e pulës me pana janë një pjatë kryesore kremoze dhe shumë e shijshme. Kjo recetë e thjeshtë përgatitet lehtësisht për rreth 30 minuta. Filloj me përgatitjen. Kofshët e pulës isha marinuar me piper të kuq dhe turmerik. I qyçi mirë në të dyja anët derisa të marrin një ngjyrë të artë. I kam shtuar disa të bihudhe, domate dhe ullim. I lëm derisa të jenë gati. Dhe në fund i shtojmë shumë me spana dhe majdanos të freskët.